Rreshjet me intensitet të lartë të shiut kanë shkaktuar vërshime gjithandej Kosovës. Ato kanë përfshirë edhe Prishtinën. Në lagjën kodra trimave janë përmbytur edhe shtëpi e banorët ankohen se autoritetet nuk kanë ndërmarrë masa. Gjendja po shihet vetë statike, gjendja reale qyshash, për 2023-ës komuna e Prishtinës nuk ka marrë asnjë sen. Problema i madh se këtu bllokohet kanalizimi. E tani neve na kena probleme me shtëpiat e tona që na vjen kanalizimi mrena, që ka erat e këqija. Ky banor u ankua se autoritetet e komunës nuk ju përgjigjen as thirrjeve të sotme për ndihmë. Pej orës 7:30, komunën e kena thirrë, për fat keq asnjë zyrtar i komunës Prishtinës nuk ka qenë në vendin e ngjarjes. Si shkak i vërshimeve u bllokua edhe një rrugë në lagjën Arbëria. Ecje në trotuar qytetarët e patën të pamundur, andaj kalimin e rrugës u detyruan ta bënin nëpër ujë. Por disa prej tyre u detyruan të kthehen mbrapsht. Provova me kalu, tu kthi prej punës, provova me kalu rrugën, por shpeshini janë vërshimet, edhe nuk mujta edhe domethënë po kthehna prapë mbrapa. Edhe kjo çka unë po mendoj, pse gjithë kjo vërshim këtu, është për shkak të punimeve jo të mira që janë bërë. Se po t'ish bërë domethënë një punim më i mirë, nuk besoj që kish mujt marrë deri te ky vërshim këtu. Kështu që po kthehna prapë mbrapa, ka kohë marrë, se kështu s'ka shansa me kalu. Gjatë ditës kanë intervenuar edhe ekipet e Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave. E drejtori për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, Lulzim Fushtica, tha se me të marrë informacion për vërshime, kanë filluar edhe përgatitjet. Ne vetëm që 2 ditë kemi fillu përgatitjet, dhe tani gjendemi në qendrën operative emergjente të kryeqytetit, ku kemi aktivizuar dhe shtabin emergjent, dhe jemi në përgatitje dhe në pritje që çdo situatë që mund të godet kryeqytetin. Përveç kryeqytetit, me vërshime u përballën edhe komuna të tjera. Vështirësi qarkullimi pati edhe në Ramnish të Vitis, ku automjetet kaluan përmes trotuarit. Janë aportuar vërshime edhe në Gjilan, Fush Kosovë, Kamenic, Novobërd e Rahovec. Në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent thanë se është ngritur niveli i gatishmërisë dhe situata është nën kontroll.